Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ishe fejuara e Louise Ailit në pritje të ëmbël, shtatzën për herë të tretë. Atmosfera e fund vitit ka marrë një domethënie më të veçantë për familjen e Josefina Topallit. Pikërisht në këto ditë festash, familja ka ndarë me publikun një lajm që ka sjellë gëzim dhe emocion. Vajza e saj, Margarita Topalli, e cila ka qenë para shumë vitesh e fejuara e Louise Ailit, ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale se është në pritje të ëmbël. Në një postim të ngrohtë dhe plot simbolik, ajo ka konfirmuar se familja e tyre do të zgjerohet shumë shpejt. Margarita dhe bashkëshorti i saj, Angji Sereqi, janë në pritje të fëmijës së tretë. Çifti është tashmë prindi 2 djemve dhe kjo shtatzani shënon një kapitull të ri dhe të lumtur në jetën familjare. Në imazhin e publikuar pranë pemës së Krishtlindjes, Margarita shfaqet e buzëqeshur dhe e rrethuar nga bashkëshorti dhe 2 fëmijët, duke reflektuar qartë emocionin dhe lumturinë e kësaj periudhe. Pamja festive duket se simbolizon më së miri pritjen e një fillimi të ri për familjen. Për familjen Topalli dhe Sereqi, magjia e Krishtlindjeve këtë vit shoqërohet me një ndjenjë më të fortë gëzimi. Pritja e ëmbël është kthyer në kryefjalën e festave, duke e bërë fund vitin të paharrueshëm për ta.